E kam këngën gati Bikik. I kam gjitha gati. Tani në gjokë, ti fam do marrë, tash i trapit. Tani, e kam seriozisht, do ta bëjmë bashkëpunim bashkë Bikik. Do vim ke studio edhe... Jo, unë ta kërkoj publikisht më rëpshti, në qëpë se s'do thuj, mos unë s'po them përcil me stil, thuj jo kozakë nuk e bëj. Takojna edhe t'na bëhet, dali, ta shohim kongën si do na shoh. Vajim, unë ti të them kaq, ti vim ti fusemi punës, bëjmë një bashkëpunim bashkë, iku ai. Respekt e me Gregory të Ase vjen prap, s'ka gjë. Vajim, dua të bëjmë një bashkëpunim bashkë. Unë ta them këtu para rrëve, më shako se unë... Ma vetë për balë, vajim. Unë po të them, ne e bëjmë, duhet vish ke studio të qofim. Mirë, ti, nëse pranon ti, është gjë tjetër ajo, pastaj është pjesë tjetër kjo. Unë du të bëj bashkëpunim me ty, Dagu. E bëjmë, ti në qofë se s'ke qef, më thuj nuk kam... Në qofë se jo me përshjel me stil, a kuptoj, me stil s'dun, më thuj s'dun, nuk bëjmë gjelatri. Jo, s'ke latri, jo, si s'dash ka më burë, ne dy do bëjmë nomi, po bëjmë kongë. Kena me bëj kongë bashkë da këtja, ta të rrjerë. Në duhet dhe me u fut dhe Klevjoli, se ai e myt fare. Duhet me u fut dhe Klevjoli, se ai e myt. Jo, duhet ta bëj veç me ty ata. E bëjmë, ne të dy e bëjmë, unë po të them, unë strejt. Pastaj kur dali Klevjoli, bëjmë, nuk e di, a pranon Klevjoli, as pranon Klevjoli. Ura, tekste aq të forta sa Klevjoli janë shumë pak që i kanë. Tekstet i bën Klevjoli, është shumë i fort për tekste. Atë e di gjithë Shqipëria, nuk ke. Kongën bashkë po të them, e bëjmë. Unë s'jam çuni që kom për shqip, se s'do bëgam në kongën ty. Do i vim sa i punë Bikik? Por i vim edhe mysim. Vajim, refrenin e ke gati shtimin. S'ke lodhës. Këtë pra të bëjmë banda, po vjen kjo banda. Çanta. Kjo është hiti Shqipërisë. Që ka me dalë konga mu fiksusën të në botën. A kupto? Po nuk kam dalë vajim që të bëj këngë koti, që të tallin kari njerëzit dhe mu. Po. A kupton, pa nësë kam bërë këngë, bu, se a kupto bëre famë edhe ti fus këngë. Shoku. Ti e shpjenore, po jo ti e falkaj. Po, më normali përse nësë si në të shuna. Po nuk do t'alë të një bërëm këngë kotë talin trapi njerëzit e mu, pëse i shmeni e mu. Po vjerë. Pashi e. Dhe të me bot këngë me gjutë tanë bota, më bikë kur t'alë. Jo vetëm Shqipëria, gjithë bota. Tanë në Anglinë, rëp. Tanë në Anglija, rëp, kam gjë mu, rëp. Bikik, do nisi me rëpë shpije, do të vija tjetë, da kena me bëhë bashkëpunimin e dak bashkë. Hajde pra, kur dush? Me rëpë shpije që nesër, bashkëpunimin e Bikik. Hajde, kur dush? Tomasin e kenat nga bëjë videoklipin. Me rëpë shpije, Tomasi gati. Me qarë. Bëjmë këtë pjesën për shumë banda, në qërë që të përqenë, ose? Pa më pa e shofim. Një gjë tjetër. Tekstin e boti, do më shtosh edhe një ta gjona mu. Ta djegi më rëpshkije. Imaginot bëhem unë ati Bikik mëj forti, reperi mëj fort. A imaginot do? Nami do bëj. Nami do bëj. Rëp të shviz. Ku i djetë, asjerë Bikik nuk i djetë jetës rëp të shviz. Nami do bëj, nami. Me rëpshika për të bë nami me atë këngë, kena me e bë bashkë. Doja me bo me njoni në vlaj, po e bona kongën e marova, mrapa ndrovi menje, jo po, ku t'i gjonë që e kanë thënë në rëpë të më burë. Jo po bo në kongë me Kozakun. Jore, po pse më që ka Kozaku se s'ka dalë pa prek. Që ka bo Kozaku, ka bo emision në dha. Edhe shumë, se pale që menojnë, jo po, ka bo ca live, jo, ka pyt femra. Se kanë ca menime ti Bikik njerëzit, jo ka pyt fermat shumë. Ka ardhë kanë zirë pytën, ajo pytja shumë më bë. Nuk është se ashtu, po të bëjmë një bashkëpunim bashkë, do e shumë bomë, Bikik. Takojnë që nesër, në rëpë shpije njërë. Po Bikik, po marim nga 2-3 milion shikime në për vene, kupton, YouTube e koti, jo të bëhet konga ime. A ke pasysh, me ke boni, Kozaku me Bikikun. Dhe jetë. Ta përshkruje me rëpë shpije. Madhe e Kozak, madhe.
Po Bikik, po si e kalon ditën? Qa bën gjatë gjithë ditës? Ja, më këtu studio me çunat, harrim, e shtym në qik. Qa bën? Punon. Pa. I malli, i malli. Du t'i përshëndes gjithë çunat që janë të studio jote atë. Respekte, përshëndesin dhe çunat. Ju rujt zoti peti, valla. Bikik, tani unë doja ty të kam patriotin tim tani, se kam ditë që të kam patriotin. Kozak thot pyet e pak Bikikun. Bikik, çfarë është bërë me një djalë të vogël që ka qenë pjesë e grupit të tjerë? Se kam pa. Më ka djalë. Klesti i vogël. Klesti është pjesë e grupit, më duket. Është. Si ka dhënë më famë? Bashkë me vllajën e madh Henry. Henry është shumë djalë i mirë, është djalë florik. Po si ka dhënë më famë atë Klesti? Vllai i madh i Klestit. Po nuk e di, se di për zotin si o puna. Okej. Kozak thot pyet e pak Bikikun. Bikik. A është e vërtet që vishesh vetëm me rroba sportive? E vërtet është Nike, Jordan, vetëm. Ashtu e kam stilin e burr, more hat, se me Ashtu e kam stilin theme burr, plus më mirë e hat se sa me vujt. Okej. Kozak thot pyet e pak Bikikun. Bikik. A të ka kërkuar ndonjëherë në një femër lek cash? Pse? Për çfarë do më kërkoj më? Thot, Bikik dua 200 euro sepse jo, asnjëherë s'ka rastin skurr. Është prish lavatriçe. Është prish turbinet. Jo, sa. Ta herë njëna mu me rëp shpije ti Bikik pa net tash. Jo. Me rëp shpije. Më shprish lavatriçe çfarë ka. Do boksë çfarë duhet unë hidraulik. A di çfarë tash? Me rëp shpije më ka thënë një herë i goc. Pale është un pak do idiotja. Ka thënë tha më shprish lavatriçe ato do të marr lekë tash çfarë do me rrot karë, s'kam rrugë lavatriçe time dhe rrugë lavatriçe. Okej. Bikik thot, a ke marrë ndonjë kurim? Ke bërë ndonjë ndërhyrje, ndonjë gjë që je dobësuar apo ke marrë ndonjë? Po, kam bënë atë balonin nga stik. Sa lekë bën atë balonin? Shkoj sama? Po Bikik po emrin e vërtet. Emrin e vërtet si e ke? Klint Lamaj. Klint Lamaj. Lamaj te Pelencër. Por Po zakot jam kallë një bejba. Thuaj Bikiku të rrim mirë se do të bëj dis. Kush? Ana përputhen. Dis, Ana? Dis. Por është mesazh i sigurt për zotin. Me rrëp shpije. Fix. Nga lartë. Thuj të ma bëj. Se qefim bëhet. E di sa do më bëjim. Bikiku në le motën. Do më bëjim. Bikiku ta zul Bikiku në rrëp direkt. O ti e vetë për disë, rrëp. Kush? Ti rrëp Bikiku lamba të të bënë disë, ti rrëp. Dhe më rrëp e rrini njërë. Ja, ti qunat. Bikiku në rrëp. Qa bol? S'ka me bolin o daj. S'ka me bolin. Rrëp, ta sula Bikiku në rrëp. Letë në e boj Ana se qefi në boj, prej Ana se prej. Rrëp të Ana ka botis. Te kjo konga, shikoj. Jorë. Më rrëp shqy ka botis Ana për putë, më dalë. Njo. E këga shajt? Njo, ka botis, nuk e ti ku ti thot. Po di që ka botis. Njo. Përshëndesin këtu i glothan si ndjesh që u boni i thansin. Janë që. Njo. Kom qenë, thot. Njo e disi. Na pra, ti si e Batman, ti e bad bitch. E kujtë e thot këtë? Se di, rrë. Jam bëriq. Që thot, s'fol me politë, thot? Po, vjen për me, shi që thote, vjen për me shi, e shi e shoplak. Jore! Më rëp shpije me. Ana për puthëne? Pore! Se kisha një të vene për zotin e mod. Njo! E fiku dhe atë veo,
O Bikik, është u mbyll live, hajde futu dhe herë. Si është okej. Për 1 minutë mbyllet. Hajde se po e mbyll edhe po hy prap. Hajde prap. Okej. Ha. U kozak. Di folme çfarë. Se O kozak shkruaj njoni këtu poshtë. O kozak dashke me mytanë, thot. Unë jam për ne, Allah, unë jam për ne mega. Jo, sa unë është e keqe, unë është shumë e mirë, shumë nuk e... Normal, se a ullim vlerat. Jo, Ana është shumë e mirë, a kupton si femër, është këngësh, qa flet keq për te, po për muzikë dhe allo. Qa të thot vlajot? Se vlajot nuk rrëdhë. Ram të shvido, nuk rrejë, dy mirë. Qa të thot vlajot? Unë vesh kajti tja për. Qa me thamë? Po e bone? Po të ndi kokë këshu, a? Nuk është e një mirë. Sa shqyq. Po filloj e po. Ja, ako tam. Nuk do se, o ti Bikik, unë nuk jam keq për femra, por. Normal. Ja se du të bëj këtë se po vdesin nga tipi më burë. Marrojnë krejt. Ti e gjigant dhe bë. Rogot baj, a ti të më du në fort, dhe. Ti të shmenë vetëm e lafe. Vaj, unë jam... Vetëm e lafe i lume. O, ti Bikik, unë haj buk dhe me drejshin, në burë. Jo, brash. Man. Bikik, po... A kera në jenë dashni, unë kam ra Bikik. Banet du me të pyet vajon, du me di. Po, dashni, akoma për... Po tash i ti, tani 19 vjeç, ti ke dashni... Po, qa dashni e, për si o dashni e, bër. Tu që ka ana, po që ka me respekt. E kam bajat një qik me anën, se kam bën shumë herë kongën, po tash... Ka gjohë për qep. Rup të modra, a ke po kongën? Po, po bro, të mom. Po pse... Ti vjuza jetu i dhonë, bër. Pa se po të bërë reklam pa lek, rritu në po dhe kam. Të mom. Ta pi gjakun Trejsi se i dini, thot njoni. Po Trejsi se i dini qa gjaku do pije, bur 2-3 mi euro mund të pi. Sa leke me për? Pije gjaku është e? Pije gjaku është? Pije gjaku? Apo jo, Biki? Se shpije gjaku është? Ska gjamu, ja. Okej, Kozak thot pyte pak Bikikun. Bikik. A do kisha menduar në njëherë për të futur si një emision të përputhen? Jo, s'ka shant. E kam përshka ka përket emisionin... Nuk është gjo e keqe, përse emision po bëhet, po është puna që sa shua përse jam tipi unë për luj qika të shqetsin time, s'dal dotun për ditët jenë emision mikminje, përse i ki fare. Po saktot jam një gocë, rri në Bryl, thot. Nuk e di nëse e di Bikiku Bryl, thot. E di Bryl e Bikiku. Rritë Bryl, thot, të një palati kush. Këna të rgon dhe palatet është. Po, bro. Tu në tribu dhe katin, si njona është parja njona në katë shtatë. Si thaja? Bikik. Ashe vërtet Bikik. Që kur jesën me Noisin, ke pasur një mdhef shumë të madh për të. Normal. Ke pas, për shumë, qa menosh e Bikik, e kupton që... Po i natë, bur, pse doli e boni ky këtë gjohë, kur filloj që më boni të disë, unë, mas i boni ato, unë thash do më shkruaj. Disin, ati Bikik ta ka bërë mrapa, kur ti e dhive mua bete. Ishe bërë... Ti qas kishe thëmë, që vajtë bëri disin. Mrapa, pse ta ka bërë Noisin disin para, po ti... Mrapa. Po jo, unë thjesht unë se quj dis atë që bëna ati ke meritoni, se unë thash më hoqi nga grupi, unë më shumë ulla vetën. Po ti si shkove, mërda. Po shkova se tani unë zdoj humbja më okej, shko ti, po jo të qajete. Si shkove nëse ti qa ka meritoni me Noisin, unë për meritoni kam shumë respekt. Edhe për Noisin. Respekt për meritoni, se nuk po themi ne që s'kemi respekt për meritoni, po them se duhet të tisë keq për Noisin, nuk. Meritoni e ka punë, meritoni të fton,
Se atë Ama pun po ka mos folja Meritonit, keqe, por unë thjesht sepse në një farë mënyrë Meritoni pyeta të pse pun ma ka bën biçet, gjë marri me ty që si s'po më artist. kthete përgjigje. Unë kam dalë dhe Geroza Lati nga 2 muaj para se dilja aty dhe thash unë pa Noizin s'do isha këtu ku jam. Po pra mo, Po pra po atje kjo është e keqja, se ti këtej thuj e po kështu e bane. Po Si po më s'do për pas unë a kupto çalloj natë më kapi mua se s'po më kthehet olla as lloj përgjigje as gjë. Jo, Meritoni s'ka faje bishe. Fare as çik. Pa i ka Meritoni se çfarë thotë. Meritoni Jo me më po Meritoni. freestyle. Mund të marrun tani ja si jam me ty këtu tani ja kupto bash. Me Tani me presim shaka se do hapi edhe emisionin e ri do bëhet në Tiranë, do bëhet nami. Bravo, bravo. Do bëhet nami, shumë i fortë Meritoni. I fort është, normal. Ma që është i fort, gazetar është. Po. Okej. Kozak thotë, pyete pak Bikikun, a ke qenë ti problematik në shkollë Bikik? A ke pas lënë në orët, ke pas... S'kam pas sikër kozak fare. Sa doja ta bëja këtë pyetje, po ma more. Kam pas sikë i gjë. Ti e gjuhë, ma zemra? Këto dhe qunat. Se kom qenë shkollë private, vajti në event që në vit fundit s'morën më pastaj, për sipër. Më thanë një ku dush. Vetëm gjuhë, ma zemra? Qa do bëja? Unë kam pas një bojmë si më rria shkruja në i tekst. Normal. Kozak thot pyete pak Bikikun. Bikik, cili është këngëtari jot i preferuar që e ke idhull? Po të vërtetë. Eminimi normal. Jo, shqiptar. Po Noizi që e përmendëm dhe më parë. Noizi, në? Po edhe MC Kresha është. Po stresi? Edhe stresin, e përshnesin normal. Edhe stresi është, po. Në më thonë, MC Kreshën e kom gjuh shumë, MC Kreshën e kom gjuh fort fare, gëzat. Se di pse kom më pëlqej shumë ai lloj këngëtari. A gjën? Po të gjëmë kjo? MC Kresha edhe stresin e kom gjuh fort. Gjithë kur këto unikatilin. Ti e be unë edhe aty ke Meritonin në bit unikatilit knova. Po Noizi, ty të ka thënë ti Bikik, ti si kanoni... Kanoni majmunit. Kanoni majmunit, e kom gjuhë, edhe ne kam pas gjithë shumë atë. Gjuhër, për pse majmunit. Se majmunit. Qatë ka mu. Ja, s'ka s'ma më Noizi më rëpë shpita, garantoj unë. Po vdek shirë, po t'ka gazmu rëpë kokën t'a lejshi. S'ka s'ma Noizi, ashe, po... Edhe ashe ka bë gabim rëpë që t'poni ti s'ty Noizi. Po s'ka gjabë, se i kam harru ato gjitha. Shumë mirë bile se për mua emër mu dha. Asi karit. Dilë bëjnë i tjetër, dhe. Okej. O saktë, po e të pjesë, shie pak qumshin. Po mirë, se morën vetë shie pak qumshin. Ja, ma bete kot pastaj. Shie qumshin. Edhe qa? Ja, shie. Qa? Ja, ta më mirë. Ja, shie. Po saktë të Bikikut, jam Lim Hoti. Bikik du të bësh një super mega freestyle, da, për Lim Hotin. Qani pak live-in Limit, ku është? Lafet që i themi, nuk janë lafet. Kujt villimi, rë. Qani pak live-in Lim Hotin. Du të përshëndesësh edhe një shokun tonë. Lushi. Rina këti. Lushi, shoku stresi. Lushi, okej. Në Angli, Bjondi. O Bjondo të përshëndesim, vaj. Përshëndesim. Ata boj atë freestyle-in. Ja, prit Lim Hoti, rë. Lim Hoti. Michelin, pa mirë më burë se i ka thënë Varrosi. Michelin. Ja që qa ka thënë? Qa ka? S'ma ka smoni Bikikun se e kam patriot më vdekshin. Ta më qa zërë për njëva. Me rëpë shpije mos ma ka smoni. Ma mi më shani Musa Bikikun. Shukant.
Jo, ma, s'kam se qenë, ti e gjigant, s'kam se qenë. Jo, të shtis ty. Unë i myllë dhe komendet po të shavi njëri, po të pash njëri. Jo, ma, s'ka gjallë. I kiko djallë njësh, ko së 3 orën. Qefin a bërë. O Lusho të përshëndesëm, vajmë, Lushi është... Respekt e Lushi. Ja të vi Limi, ku është ai Limi? Erdi Limi, du të bësh një freestyle për Lim Hotin, o ta myth është bikik, Tu e ke Limin, tu na pa. Në gjo, lafe që themi, nuk janë lafe koti. Komi përshëndetje for my G Lim Hoti. E nuk e di që a thoni, se asi gjos na boni. Qunat super lartë, kozaku Limi e në boli. Big boli, Je shumë, je njështi. O ti bikik se unë habitem, njerëz ti për shumë që je këngëtar, i shpik direkt në moment. Po për shumë këto lafet është im vinë, ja, jo ma gjithët Limi, komentoj. Limi ti bikik, nuk e di atë thasot, është duke hap një label më të fortin në Shqipëri. Lim Hoti. Po, në gjova, do jetë e mëve. Dhe Limi tani, a kupton, të tërë këngëtarët që janë talenta, e ke mytë ma gjithët, të tërë talentat që janë këngëtarë, a kupton, Limi do i marrë, do i sponsorizoj. Të tënë, kush nuk ka mundësi. Shumë më bëshirë, ma tha Limi se sik. Unë dagu jam të iki menaxhim të Limi. Më ka ofru me mblej benzi 100.000 euro rëpë të shpisë. Me rëpë shpije, më. Ka labelin, nuk e di, a e ke pa studion. është studio më e fortë ka për ta Lim Hoti. Më tha sot edhe rëpë të shpisë ka me hap label shumë të fort Lim Hoti. Ka me bo çudira. Edhe atë kam i bo në emisionet. Kështu që, po në gjë tjetër që në thua ti I që në më në kazak. Ja të vështu nga pak të po në ota. Një verë do bëjnë namin, kam 2-3 videoklipe që do i njës direkt. Edhe kështu. Ma sot, nuk është kraku ajo se shkojmë këtë. A e myllim sot se edhe qunat janë të mprita ne kazak. E myllim vajim, ishte super emision se për zotin më bo shumë shefi edhe e kena mitë fare. Unë kam shumë respekt për ty bikik, po du të them edhe ti e qunë Ditës që dollën patriote di u knaqa fare. Tani me që jemi dhe patriote, unë ditë them kash, ti e shumë djali mirë. E përshnesim se pas ka shkruajt Limi poshtë edhe emrin e labelit White House.